ILD-ja po merret me 2020 akoma, me ankimet e 2020-s. Ndërkohë që këta, me diellën që kanë futur tani, duhet të implementojnë në të gjitha institucionet diellën, inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale duhet të lexojë të gjithë dokumentat, fije përpër dhe të japi mendimin juridik. Sepse këtu është keq kuptuar kjo puna e diellës. Në ka gjë më madhështore. Është pjesa e futës e inteligjencës artificiale në sistem. Dhe kjo do të rregullojë gjithë sistemin, po ma dëgjoj mirë për këtë, dhe do të shikojmë bashkë pas 2-3 vjetësh që ky sistem, që këtë administratë që kemi me shumë probleme sot, e cila nuk di të japi një përgjigje dhe një zgjidhje juridike, do ta shikosh që do të jepet një zgjidhje krejt ndryshe, me kualitete tjera. Nëre çfarë thonë që edhe diellën e komandon njeriu? Jo, nuk komandohet. Ajo është pjesa e inteligjencës artificiale, e cila i ka të programuara algoritmet, dhe ajo futet në referencat e pjesës së sistemit dhe kushtetutës dhe në bazë ligjore që ka shteti shqiptar. Kush e shikon dhe kush e kupton. Ata që s'doan ta kuptojnë edhe bëjnë humor me diellën, le ta bëjnë. Pjesa tjetër është se un kam qenë në një gjyq në Abu Dhabi dhe brenda 4 ditësh ka mbaruar gjyqi. Si aty gjyqi zhvillohet me inteligjencën artificiale. Dhe inteligjenca artificiale jep mendim për gjyqtarët, nuk jep vendim. Dhe këtë mendim ata e lexojnë. Por nuk i dalin dot kundër, sepse ajo ka dhënë mendimin edhe të koncentruar më të mirë. Dhe si veprohet? 4 ditë është procesi aty, 3 deri në 4 ditë. Në ditën e parë vin prokurori, i cili depoziton aktet, i skanon, i fut në sistem me firmën e vet, me vërtetimin e vet të nënshkrimit elektronik, me policia gjithë dosin, gjithë e kalon aty, mban përgjegjësi dhe për vendimin dhe atë të cilin ka marrë. Në pjesën tjetër, ditën tjetër, atë ditë që dorëzon prokurori gjithë dosjen, rrin prezent gjyqtar dhe sekretaria e gjykatës dhe pala mbrojtëse e të akuzuarit ri aty që numëron aktet e tjera. Aty që jep edhe një kopje të akteve dhe pjesa tjetër me numër kopjesh, dhe pjesën tjetër, ditën tjetër, është avokatia që fut kundërshtit, prapësimet, parashtrimet e tjera, po duke futur dhe një kod halali, sepse ata kanë një kod halali. Në qoftë se ata nuk e kanë vetë në sistem, që në qoftë se ata vetë nuk e zbatojnë kodin e etikës dhe të halalit, ka një kod më vete, kod moral që të ata i kanë haram gjërat. Me dhe atje funksionon, për shumë bankat atje, japin kredi, po nuk marrin përqindje. Dhe thot, ti sa do marrësh, do sjellësh, por përqindje nuk e, se e kanë haram. Po, e kanë me... E kanë një nuk japin me interes. Po, edhe pjesa tjetër është që, pasi futen këto, brenda 24 orësh, inteligjenca artificiale jep mendimin dhe e ndan në 5 gjyqtarët. Të njëjtin mendim. Dhe ata kanë 24 orë kohë ta lexojnë. Ata dhe dalim në vendim. Gjëja më fantastike. Pra, edhe në këto vendet që neve themi që janë shumë si i thonë fanatike, përsa i përket fesë, shteti së drejtës funksionon më mirë se sa këto që janë liberale, si Europa për shumë, apo si Amerika. Pra, inteligjenca artificiale që do futet në masivitet këtu, dhe Amerika... Funksionon më mirë drejtësia, kur atje ka ato ligje që i shkelin drejtat e njeriut. Ku në Abu Dhabi në gjithë botën arabe. Jo, prit, më thuaj një. Dhunimi grus. Jo, s'është. Perexheja ke gruaja. Jo, tjetër gjë. Ato janë kode morale që aty ka një listë. Kod moral, detyrosh ti mund. Jo, mos dal me fustane me. Jo, gruaja për respekt të burrit, aty ka një gjë. Unë nuk është se jam fetar, po. Ora ti tash. Ç'a di? Okej, nuk do të fletem me këtë. Bota arabe është më demokratike. Edhe njëherë, kodi moral, po flas për Abu Dhabin. Kodi moral, të cilën ata përdornin, ishte më i ndershëm. Moral si mas moralit aty ne. Po tani nuk ka shkelje tani, të flasim atë tani. Tani shkelje, tani kur ky person akuzohet për vrasje në Shqipëri edhe donin ta largonin e tjera, me fjalë ky person i cili kërkonte mbrojtje nga ky shtet, duke paraqitur gjithë elementet provuese aty, ata dhanë drejtësi. Ti nuk do të largohesh nga ky vend. Dhe duke përcaktuar dhe rregullat që ka shteti, sepse në fundit